Injoroj simptomat. 35 vjeçaria vdes nga tumori në kokë. Ka humbur jetën në moshën 35 vjeçare Grimierja e të famshmëve rreth një viti pasi u diagnostikua me tumor në kokë. Anka Molnar, e cila ishte e njohur për punën e saj me të famshëm në vendlindjen e saj, Rumani, u diagnostikua me një tumor në kokë pas ankesave të vazhdueshme se përjetonte dhimbje të forta koke. Sipas shoqes së saj të ngushtë, Alina Radi, 35 vjeçaria, i kishte injoruar këto shenja derisa dhimbje ishte bërë e papërballueshme dhe shumë e shpeshtë. Edhe pse mjekët bën të pamundurën për ta kuruar, e reja nuk ka mundur dot të fitojë këtë betejë. Pak para se të ndahej nga jeta, ajo ka postuar disa foto nga spitali në profilin e saj TikTok.